Porosia e prindit për birin e posamartuar. Ibn Hanbeli, Allahu e mëshiroft, i dha disa porosi birit të tij të posamartuar dhe i tha: O birim, dije se lumturia e shtëpisë tënde do të varet nga 10 cilësi që duhet t'ja japësh gruas tënde. Prandaj mësoj nga unë dhe përkujdesu për to. E para dhe e dyta. Birim, dije se gratë duan që t'ua shprehësh dashurinë që ndjen ndaj tyre dhe mos u bëj kopratës ndaj gruas tënde, po shprehe dashurinë që ndjen ndaj saj. Nëse nuk ja shpreh ndjenjat e tua, dije se mes teje dhe saj do të vendosësh pengesë apo perde, e cila do të ndikon që të ftohen raportet dhe të zvoglohet dashuria mes jush. E treta. Gratë e urrejnë burrin e ashpër e të egër dhe e keqpërdorin të butin e të doptin. Për këtë arsye çdo cilësi e përshtatja vendin e saj të duhur. Kjo sjell dashuri dhe mbjell rehati shpirtërore. E katërta. Gratë duan nga burrat e tyre atë që i duan burrat nga gratë e tyre, sa i përket fjalëve të mira, pamjes së bukur dhe pastërtisë së rrobave dhe parfumit të mirë. Ti vepro në të gjitha rastet ashtu. Nëse dëshiron të i afrohesh gruas tënde dhe djersët të rrjedhin në për trup dhe rrobave tua u vjen era e keqe, largohu nga ajo. Nëse i afrohesh në këtë gjendje, dije se zemra e saj do të tërhiqet dhe refuzon, edhe nëse ajo të nënshtrohet. Në këtë rast do të nënshtrohet trupi i saj dhe do të ikë nga ti zemra e saj.